Në pjesën këtej, është vendi ku ka ndodhur zbulimi I shpellës. Pra në vitin 1967, I ndjeri Ahmet Aslani, ishte duke punu nga pjesën në fund, ku mashmuri. Ai ishte duke nxjerr gur apo mërmen nga toka për me ndërtu shtëpinë e tij. Edhe mjeti I cili ishte duke punu, një shupër hekuri, I ron nga dura aksidentalisht, edhe kur të tepër me arrit mjetin, ai rrëshqiti brenda shpellës. Pastaj me ndihmën e disa mjeteve të tjera, filloi me tërheqje pjesën e botës, derisa lart po pjesën e kristalive ose të stalaktiteve, ku spolja është frigu, sepse ishte hera e tij e parë duke I pa kristalet. Pastaj doli jashtë ku spoli me ne fshatin, pastaj vajtë paricore, ku me ndihmën e tyre edhe hyn nga shkop edhe zbuluan se kjo është një shpellë. Pastaj 2 vite më vonë, në vitin 1969, është marrë mbrojtje ligjore, edhe me ndihmën e fshatit e filluan procesin e pastrimit të shpellës nga valda edhe uji, deri në vitin 1976, ku për herë të parë është hapur për vizitor.